Dita botërore e zemrës synon sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për kujdesin ndaj zemrës. Mjeku kardiolog në Spitalin Rajonal të Shkodrës, Edi Ismailaj, u shpreh se kjo ditë duhet të shërbejë si një kujtesë për të gjithë për të vëzhguar shenjat e hershme të problemeve kardiovaskulare. Ai tregoi se shenjat e para që duhet të marrin seriozisht qytetarët janë dhimbja ose presioni në kraharor, lodhja me një hershme, rrahjet e çrregullta dhe vështirësia në frymarrje. Dita botërore e zemrës dhe ka si qëllim kryesor sensibilizimin ose ndërgjegjësimin për sëmundjet kardiovaskulare. Ndër shenjat e para, një pacient që ka probleme kardiovaskulare mund të themi dhimbja e gjoksit, e cila është një shenjë kryesore, kryesisht një dhimbje që lidhet me aktivitetin fizik, pra që ndodh në një sforcim fizik apo një situatë me një stres emocional të shtuar, do të thonë gjithmonë në persona të cilët kanë një moshë të caktuar dhe kanë dhe faktor risku që predispozojnë shfaqjen e hershme të sëmundjeve kardiovaskulare. Mjeku theksoi grup moshat më të rrezikuara. Atëherë në grup moshat më të rrezikuara dihet që janë meshkujt mbi moshën 45 vjeç dhe gratë mbi moshën 55 vjeç. Sëmundjet kardiovaskulare kanë një shfaqje të hershme në mosha gjithnjëlle më të reja. Mjeku foli për faktorët e rrezikut, të cilët ndahen në dy kategori, faktorët që mund të ndryshohen, si dhe faktorët që nuk mund të ndryshohen. Që sëmundjet kardiovaskulare lidhen ngushësisht me ato që njihen si faktor risku. Kena dy grupe faktorësh. Njihen si faktor të modifikueshëm dhe faktor risku të pamodifikueshëm. Faktorët të pamodifikueshëm janë ata faktorë të cilët nuk janë në dorën tonë. Këtu futet mosha, pra me avancimin e moshës, gjithmonë rritet risku për të shfaqur sëmundje kardiovaskulare, trashëgimia, pra në prezenca në rrethin e afër familjar të personave, të gjakut, domethënë që kanë shfaqur sëmundje kardiovaskulare në moshë të hershme. Ai këshilloi qytetarët të kujdesen për zemrën duke mbajtur një stil jetese të shëndetshëm. Këshilla më e rëndësishme që mendoj vlen për këtë ditë është që duhet të arrujmë shëndetin e zemrës dhe ky kujdes nuk duhet filloj në momentin kur ne ndjejmë që po shfaqen ose shfaqen shenjat që tregojnë për sëmundje kardiovaskulare, por ky kujdes duhet filloj shumë herët. Njohja e shenjave të hershme dhe menaxhimi i faktorëve të rrezikut mund të shpëtojë jetën, ndaj nevojitet ndërgjegjësimi i publikut për kujdesin ndaj zemrës.